Një ditë pas bërjes publik të rastit të dëmtimit të një pjese të trotuarit në rrugën Pogradec-Qafploç, autoritetet kanë nisur punën për riparimin e situatës, duke qenë se ndërtimi është brenda garancisë së punimeve, është vetë kompania ndërtuese ajo që po kryen rikonstruksionin. Këtë të martë i pranishëm një inspektim ka qenë nën prefekti Luan Maxhari dhe nën kryetari bashkisë Paskalino Ziko. Ky fundit u shpreh se punimet për riparimin e trotuarit do të përfundojnë brenda javës, ndërsa rrjeti i ndriçimit ka rënë pre vjedhësve të rrjetit, të cilët tani janë ndaluar nga policia, por pritet që bashkia të nisë rilidhjen e ndriçimit. Për shkak të rreshjeve të shumta që kanë rënë, javën e kaluar ka ndodhur një shkarje e një pjese të trotuarit, duke qenë që kompania e cila kishte realizuar punimet me financim të Fondit Shqiptar të Zhvillimit ka qenë në periudhë, pra objekti ka qenë në periudhë garancie, është njoftuar më njëherë kompania dhe sot kanë filluar punë për ribërjen e atij segmenti që edhe e shohim këtu mbrapa krave për të ribër siç duhet, pra shkarja që ka ndodhur po ribëhet nga kompania, fondet e kompanisë. Ka ndodhur një vjedhje, po themi, e kabllit para pak kohësh. Më njëherë sapo të mbaroj procedura e blerjes, që ndërmarrja është në momentet e ditës së fundit, ka fillojë vendosja e kablit, ndërsa në pjesën e trotuarit besoj brenda një jave mbyllen gjitha punimet. Aksi rrugor Pogradec-Qafploç është një ndër nyjet kryesore të juglindjes që lidh Pogradecin me qytetin e Korçës.